Mrekullia 6 minutëshe që shumica e njerëzve e injorojnë. Çdo ditë kalojmë orë të tëra duke ndjekur produktivitetin, lumturinë dhe suksesin, por po të thoja se vetëm 6 minuta, 6 minuta të vogla, mund të ndryshojnë jetën tënde? Hej, mirë se u riktheve në kanalin ton. Sot do flasim për diçka çuditërisht të thjeshtë, krejtësisht falas dhe të mbështetur shkencërisht, por që pothuajse të gjithë e injorojnë. Po flas për mrekullinë 6 minutëshe. Çfarë është mrekullia 6 minutëshe? Nuk është një truk, një pajisje apo një suplement. Mrekullia 6 minutëshe është një zakon i përditshëm që zgjat vetëm 6 minuta dhe mund të transformojë mendsinë tënde, produktivitetin dhe shëndetin emocional. Quhet qetësi e qëllimshme në mëngjes. Po, vetëm 6 minuta pranisë së fokusuar kur zgjohesh. Pa telefon. Pa zhurmë. Vetëm. Ti me veten. Pse pikërisht 6 minuta? Pse pikërisht 6 minuta? Pse jo 5 apo 10? Ja ku qëndron thelbi. Studimet tregojnë se kimia e trurit ton është më e ndjeshme në 10-15 minutat e para pas zgjimit. Kjo është periudha kur nënvetdia është më e arritshme. 6 minuta janë mjaftueshëm për të krijuar një ndryshim, por aq pak sa s'ke asnjë justifikim për ta anashkaluar. Çfarë bën gjatë atyre 6 minutave? Ja si mund t'i përdorësh ato 6 minuta. Minuta 1, ulu në heshtje. Merr frym thellë. Pa shpërqendrime. Thjesht ndje trupin tënd. Minuta 2, mirënjohje. Mendo për 3 gjëra të veçanta për të cilat je mirënjohës dhe ndjeje. Minuta 3, qëllimi. Pyet veten, çfarë lloj personi dua të jem sot? Minuta 4, vizualizim. Imagjino ditën tënde që shkon mirë, je qetë, je qartë, me vetbesim. Minuta 5, pohim. Përsërit në heshtje një frazë si, jam i e përqendruar dhe i aftë. Minuta 6, buzëqesh. Buzëqeshja gjeneron endorfina dhe përmirëson gjendjen tënde shpirtërore. Është kaq e thjeshtë, e qetë, por shumë e fuqishme. Pse shumica e injorojnë? Nëse është kaq e fuqishme, pse shumica e njerëzve e injorojnë? Sepse nuk është e shkëlqyeshme. Nuk është trending. Fillimisht nuk ndjehet produktive. Jemi mësuar të zgjohemi dhe menjëherë të kontrollojmë telefonin, të rendim pas listave ose të shohim jetët e të tjerëve. Por duke anashkaluar këto 6 minuta, po anashkalon takimin më të rëndësishëm të ditës, takimin me veten tënde. Sfidë për ty. Kjo është sfida jote. Provoje këtë mrekulli 6 minutëshe për 7 ditë rresht. Menjëherë pasi zgjohesh, pa përjashtim. Para kafes. Para Instagramit. 6 minuta. Vetëm ti pastaj ktheu dhe më trego çfarë ndryshoi. Sepse të premtoj, diçka do të ndryshojë. Është e thjeshtë. Është falas. Është e fuqishme. Dhe ndoshta është mrekullia më e injoruar e kohës sonë. Nëse të pëlqeu kjo, shtyp butonin pëlqe, abonohu për më shumë mençuri praktike dhe ndaj këtë video me dikë që ka nevojë për një riformatim.